Pse? Janë 1 milion e gjysmë shqiptarë punojnë perëndim, ta dini. Nuk është pak. Kur na kishte vajt mendja ne që do vinë 1 milion e gjysmë shqiptarë. Po më bukur është kjo, që kam thënë edhe këtyre ekspertëve tuaj. Se ata më ngacmuan, avokat tha, po mirë, ke goditur komunizmin, tha. E dinin ata që isha qenë, është qujtur armike, me persekutive, e dinin. Por çështja tha, si e shpjegon këtë? Sa banore mori komunizmi Shqipërinë? E ka banë, e dinja. 850.000 i thash. E la afër 4 milion, tha. Ju thoni që na ka dhënë të ha miza. A kupton? I thashëm, ja, nuk është ashtu. Ishte problemi që ai nuk lejonte që ti të krijonje pasuri. Po atëve ushqimin dhe gjënin, që skutohet e asën, ma ai nuk linte uri. E kishte në doktrinë marksiste. Jepën dorëheqën ata. I bënin të gjitha përpjekjet, po çfarë bën? Izoluar Shqipërinë. Pse do të izoluar Shqipërinë? Në një kohë shiko se ç'bëri hapja? Nuk e kuptonte dot Enver Hoxha. Ai kishte hallin se mos rrëzohej vetë. Pse s'çajnë kokën këta? Pse nuk rrëzohen? Ja me votat mira është PS-ja. Pse nuk rrëzohen? Tha ajo partia e Enver Hoxhës është. Si origjinë e vjetër. Ajo. Hasan Hoxha nuk do rrëzohej, po të kishte lënë votën e lirë. Nuk diskutohet. Po kujt i thoshe? Ata vjen thënë që dashuria për pushtet, ose instikti për pushtet, të krijon impakt të rënd të intelektit. Ai e dominon intelektin. Forca ose dëshira për pushtet e dominon intelektin. Është më e fuqishme se dashuria seksuale, erotike. Po, shumë më e fuqishme. Ti nga profesioni. Pushteti është profesori që ka bërë krimet. Ata e për pushtetin bërë krimet. Por ta diktatorët në krime i çon që godasin edhe bashkëpunëtorët e vet. Në krime i çon dyshimi patologjik. E konsiderojnë vërtet. Dyshimi se do më rrëzohen nga pushteti. Dyshimi se konkuron për të marrë pushtetin. Është i tmerrshëm. E ka analizuar bukur neopsikanaliza. Ja, kjo është historia për mos ta zgjatur se lodhen dhe njerëzit, por ne tani ecim. Gjithë problemi ynë qëndron, jemi 1.000 euro për frym në ekonomi. Do fillojmë të ndjehemi me frymarrje më të lirë kur të arrijë 2.000 euro për frym. Që të tentoj të 3.000. Ata që do jetojnë me këtë mirëqenie do jenë më ndryshe. Optikën do ta kenë shumë liberale, nuk do kenë asnjë shqetësim, asnjë frikë nga tregu. Tregu do jetë më i iluminuar dhe do filloj kooperimi. E di ku qëndron sot kriza jonë? Jo të kapitalizmi si sistem. Të kapitalizmi si kooperim. Ku ka këto? Ka bursë Shqipëria. Ku ka kapitalizm modern pa bursë? Bursa e ka krijuar gjithë. Ajo e krijon kooperimin. Sepse kooperimi nuk bëhet në Shqipëri as vlla me vlla. Ja, pasuri po flasim. Po tjetë zhvilluar